الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. E falenderojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe e madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gabimet tona. Atë që Allahu e udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzoj në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, sepse ai është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka birë dhe as bashortë, nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salam është rob i Allahut. Pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë, nuk ishte mbi njerëzor dhe as nuk pati cilësi hyjnore, por Allahu i lartësuar e nderoi dhe përzgjodhi ndër njerëzit e tjerë me misionin që i ngarkoi dhe që ishte dërgesa për sjellja e lajmeve njerëzimit nga Zoti i tyre. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, faljet, mirësitë, lavdërimet dhe bekimet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Urdhër në Kur'an nga ana e Allahut të lartësuar: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Keni frikë ditën, frikësojuni asaj dite në të cilën ju do të ktheheni tek Allahu, edhe secilit do t'i jepet ajo që meritoi, pa ju bërë pa drejtësi askujt. Një ajet kuranor që duhet ta trondis zemrën e besimtarit, sepse tregon për ditën kur do të kthehesh tek Zoti yt, do të japësh llogari tek ai, do të ballafaqohesh me fjalët dhe veprat e tua. Wal waznu yawma idhinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, waman khaffat mawazinuhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Ditën në të cilën do të vendoset peshorja, mizani. Ditën në të cilën do të vendoset peshorja e veprave të gjithkujt. Dhe ati që i rëndon peshorja, të tillët janë të shpëtuarit, ndërsa ati që nuk i rëndon peshorja, të tillët janë të dështuarit, të shkatëruarit.
për shkak të zullumeve që bën. Na tregon Allahu i lartësuar se veprat tona do të peshohen. Dhe vjen në hadithet e profetit alayhi salatu selam se kjo peshore ka dy anë. Në njërën anë të saj vendosen veprat e mira, dhe në anën tjetër vendosen veprat e këqija. Dhe Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për peshore që të llogarisi veprat tona. Ai është i gjithditur. Por e bën këtë gjë në të mënyrë që vetë ne të jemi dëshmitar të drejtësisë së Allahut dhe pa drejtësisë që i kemi bërë veteve tona me anë të zullumit. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Do t'i thuhet njeriu të lexoje vetë librin tënd. Librin, regjistrin në të cilin të është regjistruar çdo fjalë dhe çdo vepër që ka bërë në këtë botë. Lexoje ti vetë, do të thuhet. Do të vi libri. Lexoje, do të thuhet. Mjafton sot që edhe ti vetë je llogaritës dhe dëshmues për veten tënde. Dhe drejtësia dhe peshorja e Allahut është e drejtë. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dhe çdo kush që veprojë një të mirë, qoftë edhe sa grimca, do ta gjejë atë, nuk humb tek Allahu. Do të vendoset në peshore. Dhe çdo kush që veprojë një të keqe, qoftë edhe sa grimca, do ta gjejë atë. Pra nuk humb tek Allahu, do të vendoset në peshore. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Dhe atij që jepet libri veprave nga ana e djathtë, fa huwa yuhasabu hisaban yasira, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Do të llogaritet me një llogari të lehtë. Atij që vjen nga ana e djathtë libri. Këta janë besimtarët, vepërmirë. I nderon Allahu i lartësuar, i qetëson dhe i përgozon. Përpara llogaritjes së veprave duke u sjell librin nga ana e djathtë. Edhe i tillë i thot: "Ha umqra'u kitabia." O njerëz, hajdeni lexojeni librin tim. Shihni çfarë veprash të mira të bukura kanë bërë në dynja. Krenohet dhe meriton të krenohet. I fton, hajdeni lexojeni për veprave të mira që ka bërë në dynja. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Kjo thot sepse unë besova llogarin që do t'jepja tek Zoti im. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ndërsa atij që i vjen libri nga ana e majt, mirë për atë që i vjen libri nga ana e majt. Do të lutet kundra vetes së tij, do të shprehi dëshpërimin, pitollimin e tij të madh. Dhe do të përfundojë më pas në zjarrin e xhehenemit. Allahu i lartësuar është i drejtë dhe nuk i bën padrejtësi askujt. Nuk i takon dhe nuk duhet për muslimanin që ta neglizhojë veprën e mirë sado e vogël që të jetë ajo. Sado e vogël që të jetë ajo. Sepse nëse buron nga një sinqeritet i madh për Allahun, do ta gjesh atë me shpërblime, me përmasat apo sa përmasat e maleve. Dhe as ta neglizhosh veprën e keqe, sado e vogël që të jetë ajo. Sepse mund t'i kesh anët e peshores të barabarta. Janë vendosur veprat e mira, janë vendosur veprat e keqia, peshorja e barabartë.
nuk anon as nga njëra anë dhe as nga tjetra. Dhe vendoset kjo e keqe e vogël. U rëndun të këqijat, u ngritën të mirat, dhe nëse nuk e falë Allahu, përfundimi ti është në xhehenem. Sa herë që muslimani të ndohet të bëj një të keqe, ta peshoj veprën e tij para se ti peshohet. Ta analizoj atë ku do të vendoset kjo nesër, kur unë të jem përpara Zotit tim, kur të gjykohem dhe të më peshohen veprat, dhe askush nuk do të vitë të ndihmoj ty, as njerëzit më të dashur. Mund të kesh pasur në këtë jetë njerëz që janë gati të sakrifikohen për ty, por në atë botë askush do ta dëshiroj dhe askush nuk do ta ketë një jetë ta bëjë atë gjë të tillë për ty. Je i vetëm me atë që ke vepruar, me atë që ke thënë përpara Zotit të gjithdijshëm, me librin, regjistrin e veprave të tua, që ka shënuar çdo gjë dhe të madhe dhe të vogël, e nuk është lënë atë asgjë pa u përfshirë. Ne harrojmë shpejt, harrojmë shumë, por tek Allahu i lartësuar nuk humbet dhe nuk harrohet asgjë. Wa alzamnahu kulla insanin ta'irahu fi unuqi. Dhe çdo njeriu i kemi dhënë librin e tij, regjistrin e tij pas qafe, që në ditën e Kiametit do t'ja shfaqim përpara. Do t'ja vendosim përpara. Prandaj mos harro qëllimin pse ka ardhur në këtë botë. Nuk është dëfrimi, nuk është shtimi i pasurisë, pra jo që t'jenë të qëllimet kryesore. Sepse nuk po flasim tu për ato të mira që Allahu i ndaloi, por jo të arrin lakmia për to, të arrin atë mas, sa të devijojnë nga qëllimi për të cilin Allahu të solli në këtë botë, dhe që është adhurimi dhe përkushtimi ndaj tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Çfarë do të peshohet në ditën e Kiametit? Çfarë do të vendoset në peshoren, mizanin e asaj dite? Përveç veprave tona të mira dhe të këqija të tyre, do të vendoset edhe libri në të cilin janë regjistruar të gjitha fjalët dhe veprat tona. Do të vendoset edhe vetë personi, do të peshohet për edhe vetë personi vepruesi, siç vjen kjo gjë në hadithet e sakta të profetit alayhi salatu wassalam. Dhe njerëzit do të jenë tre lloje kur të peshohen veprat e tyre. Njerëz të cilët kanë shumë vepra të mira dhe do të rëndojë kjo ana e veprave të mira, do të ulet dhe do të ngrihet ajo të këqijave. Këta janë të shpëtuarit, do të hyjnë në xhenetin e Allahut. Të dytët, të kundërtit e të parëve, janë ata që kanë më shumë vepra të këqija. Do të rëndojnë veprat e këqija, do të ulen dhe do të ngrihen lart të mirat. Të tillët që janë nëse janë besimtar dhe kanë kaq shumë të këqija, e nëse Allahu nuk i fal, do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit, aq kohë sa dëshiron Allahu për t'u pastruar ata nga gjunahet e tyre. Dhe më pas
për shkak të tauhidit, njëshmërisë, monoteizmit që patën për Allahun, do të hyjnë një ditë në xhennet. Të tretët, kush janë të tretët? Të tretët janë ata që del në pah drejtësia absolute dhe e përsosur e Allahut. Janë ata që i kanë të barabarta në të njëjtën masë veprat e mira dhe veprat e keqia. Vendosen të mirat në peshore, vendosen të keqiat në peshore, peshorja mbetet e drejtë, e barabartë. Nuk anon as nga njëra dhe as nga tjetra. Të tillët shpresohet që me mëshirën dhe mirësinë e Allahut të hyjnë në xhennet. Të hyjnë në xhennet. Por besimtari duhet të jetë kërkues tek vetja e tij. Duhet të di cilat janë ato vepra që rëndojnë shumë peshoren. Veprat e mira që rëndojnë shumë peshoren janë ato vepra që Allahu i bëri detyrë për ne. Dhe në të grup disa janë më të mira, më të rëndësishme se disa të tjera. Dhe para prej tyre, pa diskutim, është tauhidi i Allahut, njëshmëria ndaj Allahut të lartësuar. Vepra më e mirë, më e madhe, me të cilën do të takosh Zotin tënd atë ditë është tauhidi, besimi i pastër, njëshmëria e Allahut, pa shirk, pa idhujtari, pa paganizëm, pa bestytni. Është namazi, shtylla e dytë e Islamit, falja e tij, falja e pesë rrugëve të tij, adhurimi i thjesht, i shkurtër, shumë i rëndësishëm, shumë i dashur tek Allahu. Dhe shpërblimi për të është madhështor, sepse është shtylla e dytë e Islamit. Dhe më pas shtyllat e tjera, obligimet e tjera. Por edhe morali i lartë është nga ato vepra të mira që rëndojnë në peshoren atë ditë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gjë më të rëndë atë ditë në peshore se sa morali i lartë. Të kesh moral të lartë me Zotin tënd, të kesh moral të lartë edhe me krijesat e Zotit. Besimtar apo pa besimtar qofshin, njerëz apo kafsh, të jesh i mëshirshëm. Dhikri i Allahut azza wa jall, walhamdulillah tamla'ul mizan. Thot profeti alayhi salatu sallam, fjala alhamdulillah e mbushi peshoren e ditës së gjykimit. Dy fjalë janë të dashura për Allahun, të rënda në peshoren e ditës së gjykimit, shumë të lehta për gjuhën për të thënë subhanallahi wa bihamdi dhe subhanallahil azim. Të rënda në peshoren e ditës së gjykimit. Sa herë mund ta thuash të fjalë kur vjen për xhuma, herët në xhami, ulesh, nuk bën biseda me të tjerët, bën dhikër e thuar të fjalë. Shumë herë e rëndove peshoren tënde. Sukses i madh, investimi më i madh që ti i bën vetes tënde për t'i marrë frytet, begatitë e të investimi në atë botë. E lutim Allahun azza wa jalla na japi neve sukses në vepra të mira, na i fali gabimet tona, ta rëndoj peshoren tonë të veprave të mira. E lutim Allahun e madhëruar na japi neve llogari të lehtë, na fusi në xhennetet e larta, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, nga peripecitë e ditës së kiametit, nga peripecitë e jetës së varrit. E lutim Allahun e madhëruar që varret tona të bëj kopsh nga kopshtet e xhenetit dhe të na forcojë në pyetjet e tyre. E lutim Allahun e madhëruar që t'i fali dhe t'i mëshirojë të gjithë muslimanët, të gjallët dhe të vdekurit prej tyre. E lutim Allahun e madhëruar që t'i furnizojë të varfrit nga ne
t'i shëroj të sëmurët nga ne, t'i ndihmoj, t'i ruaj dhe t'i mbroj të doptit dhe të shtypurit nga ne. Elusim Allahun e madhëruar të mos e bëj dynjan lakmin dhe preokupimin ton kryesor. Elusim Allahun e madhëruar të ketë pranuar agjërimin, Ramazanin ton dhe të gjitha veprat e mira në të. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kema salejta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة. ده تثيرتي كميت